with all the weight on my shoulder. Had me going ever once I told you no. Told you no. Kept going like a marching soldier. Play my part, boy, I had to hold you down. Hold it down. When the tidal waves come around and wipe off what we built, would you fight for love or would you back down and let our hope drown? When the world is everything to break us up for good, would you hang around? When all we got right now, tell me how you feel about us. Yeah, yeah. Tell me how you feel about us. Yeah, yeah. Cuando esas caricias tocaban toda tu piel. Tell me how you feel about us. Tell me how you feel about us. Yeah, soñé que me querías, pero no es cierto. Solo lo haces pa' que yo esté contento. La chispa de la llama se apagó lento. Cambiamos mentiras por juramentos. Përshëndetje nga unë edhe nga dy bebuzat e mi që janë këtu. Ju thash dje që do vini me pushime dhe erdhëm, jemi në jug të Anglisë. Qa bje? Shiko që pasu tu. Ku vetë ti me? Në Muhamit? That was mine. Ta shikoj pak lutëm, s'u pengove. Okej, dale, një sekund. Kështu shkur gjiron me bebe. Ta shti, a i gjeti Biblën. Na pas kanë lënë Biblën brënda në stërtar. Tu të hoteli, sa po erdhëm të hoteli? Hera e parë që vinë në një hotel që lën Biblën brënda. Ju ka ndodhur ndonjëherë ju apo jo? Dhe dati ka fajtur të na marrë gjërat e makina. Ne po presim këtu, domethënë kemi 10 minuta që kemi ardhur. Kjo është për këta lëra këtu. Tu tregoj çik dhomën? Është shumë e thjeshtë, tu tregoj përpara se Daisy të fillet çaj. Futesh, hyrja. Unë jam këtu. Dhe është një krevat dopjo këtu. Një krevat tek atje për nonon, edhe kjo për lepurushkën. Jo, sepse ky krevati këtu është vetëm i baby motors. Ti ke shkelur me çorape poshtë dhe unë nuk dua të futesh me çorape aty. Domethënë, i thjesht fare nuk ka asnjë gjë të veçantë, neve 2-3 ditë do rrim, 3 ditë nduket. Dhe mami tani. Edhe këtu na kanë lënë këto gjërat kështu. Që nuk kam qejf ti përdor. Të bëqish nono? Të shkosh të bajna? Okej. Dizë dritën o të për jashtë ta njerë. Hajde. Të kam mame ty. Sa mirë që ka ndenjur. Hajtë supa! Teksa për të ju! Kjo është dhe tipi joni parë si një family of 4. Qa the shpirt? Ska gjë, lëre dërën hapur. Lëre dërën hapur, it's okay. Lëre dërën hapur bëhet qiqin. No, I didn't care. That one blood. I didn't care. Do bësh qiq, yes or no? No. O, zoti ma. Po për qa them bëhet qiqi? No, this kasi go me salon. Dhe shiu do t'jap një qik kësaj ciconës time për të pirë të kise në për tyje. E su me mil kjo. I love you. I love you. Fale, fik mami. Fale qik qupave këtu ti. Cupka moje, cupka. Këvële skole, këvële të kafike në të këvële dhe. Okej, me kujdes mere. Thoj edhe njërë të lutem qa i the mami, qa do? Aty? Nuk pi të smufika dhe të kafe dhe të minat të... Thot që do një kafe dhe Logan do smoothie, kujton se është menua jo të porosisi. Pa qonë, nuk është menua jo. Nuk të më si tenas. Si e tenës? Po si tenas do. Si libri me gatime i tenës. Soti më.
të shpifi. Parë. Kush? Ose është dritë? Kush është kjo? Një verdh më shumë. Ne dolëm, mbrodhëm dhe tashi erdhëm tek hoteli. Logan është futur në vask dhe po luan për qefin e vet. I premtuam që do ta çonim në pishinë sepse ky hoteli ka pishinë, por erdhëm vonë nga xhiroja dhe ato janë mbyllur tani. Nuk e di nëse ua kam thënë, po më duket se ua thash dje, vendi ku kemi ardhur është Weymouth, kështu quhesh Weymouth, më duket, këtej afër nga Dorset. Edhe dolëm një xhiro, vendi shumë i vogël, i mbledhur, shumë i lezetshëm, vetëm se koha nuk është koha më e mirëmundshme, frynxhiker, ne dhe kishim të dy bebat në karrocë dhe të mbështjell me plasmas të dy. Logan, mos i thuj jashtë, please. Me plakash aty banja? Në poshtë? Mos i thuj, të lutem, na jashtë se do dalësh. No! E po mos i thuj, se është gabim. Edhe dolëm një xhiro, ecëm vërdall, morëm nga një kafe në dorë. Vendi shumë i vogël, i lezetshëm, thjesht është pak koha që fryner, është vrenjtur. Po të ishte diell do ishte super bukur, sepse është një vend, domethënë ka një port të vogël, ka disa varka, shtëpitë që janë të lyera ngjyra, domethënë lokale në anësore nga ana tjetër. Po të ishte diell do ishte një ndjesi shumë e bukur edhe jam e sigurt që do ishte plot me njerëz. Kishte njerëz, po jo ndonjë wow, ndoshta se dhe ne dolëm vonë mbas dite. Po, nice, më pëlqeu, do të më dha një ndjesi të mirë. Pive ujë. Logan, you okay? Edhe kështu, nesër do ikim në një vend tjetër, ne morëm kamerën e madhe, domethënë aparatin. Logan, je mirë? Morëm dronin, po nëse koha është kështu nuk kemi për ta ndezur dronin për fat të keq, ndërsa unë harrova të merrja bateri të kamerës, të cilat i karikova edhe i lash. Pse gënjen në mashtrus? S'po shikoj që e mbytur. Edhe kështu moj goca, tashti unë duhet të pastroj fytyrën se vati ora që kam vënë, domethënë edhe nuk e duroj dot. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 9, 8. Baby, më të su. Më kujdes, të lutem. Qa ke bebi motrën ti? Baby, më të më atë i zëllohës. Po, qa ke bebi motrën? Baby, më të su me baby, më të me mami me nono. Po qa ke? Ha? Qa ke? E ke zemër? Po, Po tjetër? dhe dasuri. E ka dasuri, o jeta i me ti o dritë. Dhe i zëllohës me baby, më të. Dhe i zëllohës. A dhe i zëllohës. A dhe i zëllohës. A dhe i zëllohës. O Dejza Roz. Po, thoj pak tash i çupave ti që po rri me motrën po kënaqe, shikoj ka kaluar dorën në poshtë. Kushe ose tete? Ha? Tete? Po. Dhe beson ty. Po tani Piplavet. dhe do t'i flasësh çupave, do i tregosh ku ka ardhur ti. Ku kemi ardhur neve? Jemi në Hello, shtëpi këtu. bëm viu kjo. Ka bëri bujtësira. Se dhe për natë. Ka për skazori. Ka për ndërli të për të hikin. Ku do Se të ikim? hikin. Tashi, der tani për ta përktheu, ju tha që bëni ju kjo, nuk e di pse u ndes alarmi sipër, edhe vjen policia. Gjithashtu është Bernat, pastaj do vi dita, do bëhet mëngjes, ne do zgjohemi, me që do bëjmë kur zgjohemi mëngjes? Ha? Që do bëjmë nesër kur të zgjohemi? Ka zënvi. Jo tati puna të hikin.
Jo, nuk është dadi në punë kur qohemi. Dadi pushim. Po nësën. Aha. A flama përplava edhe me djabask. Ha? A flama përplava dhe djabask. Gjo bashkë, po ku do vem në Venesër? Tu hekim përplava dhe... Po jo, që kemi Big Brother. Tu hekim Big Brother, thot, o çun. Nuk tu hekim përplava e ka si gati. Do shkojmë Big Brotherin, ok. Do çojmë nesër do shkojmë Big Brotherin, nuk do hekim të sujme pol. No. Okay, jo swimming pool. So not swimming pool. Do vem natën? Natën mbyll ata. Pool's not. Okej, paçim çupa, love you. Good night. No, ka për mo. Do bësh morë? Po të qenë muhabeti? For 100 minutes. 100 minuta do xhirojmë për çupat, a? Ti kitet moj. Ja, shumë në fytyrë të lutem, mos e prek në fytyrë. Please, jo në fytyrë. Jo, se i dhem pasaj. Nëse vogët. Po ti po prek këmbë deri tani. Qa ke bebi motrën ti? Dhe zemër. E ke zemër? Po tjetër? Zën tasuri. Dasuri? Po tjetër? Ha? E diti që ky është udhëtimi i parë me bebi motrën. Pushimet e para. Dhe dhe lazë. Bede izolazin. Dhe dhe lazë. Dhe dhe lazë me lazë. Dhe dhe lazë. Dhe dhe lazë lazë. Po, si këndon motrës ti? Tasuria dhe me stikë mami. Tasuri. Pa këndon njërë ta dëgjojnë çupat si këndon ti. Ha. Kjo është muzika. Tasuria dhe me stikë. Fulla planet e kebë. Ndërkohë shikoni që po mban mua. O çu, ma shqeve kraun. Ok, të themi çupave good night. Good night, bye, ka flam. Bye, do flem, mos më duket se do flera se na Se stapa. mami me super kaloj me lala, mami baku. Po, jo shërua barku mamit, nuk I dhëm më. Po vë mami, Po. dhe vëm, Po, ku e kishte mami, dale se. Ku e kishte mami bebi motrën? bebi mo ta zë doj baku zë të du. Mbështetu? E nxori në barku? Po. Çupe mamis ti I thot. Amma se je shumë njeri I mirë ti o zot. Po e fshin të rinj. Baba. So low. Ha? Jo, lare bol s'ka që. Është e fshirë. Kujdes. Përshëndetje nga dita tjetër e vlogut, edhe dita e parë që jemi këtu me pushime. U zëm në mëngjes, u bëm gati, hëngrëm pime kështu të gjitha me radh. Dolëm dhe kemi ardhur në Dërdëldor, do më thënë të ka I shkëmbi, shumë I lezetshëm në det, në qoftë se keni parasysh, ose nëse keni ardhur, ose nëse keni parë foto, që duket shumë I bukur në për foto në për video, dhe këtu është një parkim gjigant, do më thënë ka aq shumë makina unë me mendjen time, mendova që do ishin vetëm ne të katërt asnjë tjetër, dhe vetëm makina jon asnjë tjetër, do bënin foto dhe video për qefin ton, do zbrisnim, do më thënë nga makina dhe ishte aty poshtë, kjo ishte mendimi im. Vjen këtu, parkon makinën, ka mbi 200 makina që po rrotullohen, siç rrotulluam dhe neve derisa të gjetë një parkim. Ka 1, 2, 3 kioska që duhet jenë për të marrë ndonjë kafe, për të marrë ndonjë gjë për të ngrënë dhe është në kodër si për parkimi logjikisht, e pastaj zbret poshtë për të vajtur tek ajo pjesa ku është harku deti e kështu. Sa po parkuam, zbritëm,
Gabimi numër 1, s'kemi marrë kangurin me vete. Unë e lë gjithmonë kangurin në makinë, por nga që këto ditë Logan ka qenë pushim, Albani ka marrë këtë makinën për t'i ikur në punë, edhe ka lënë tjetrën të parkuar në shtëpi se unë s'është se kam dalë shumë. Dhe ka hequr të kangurin në makina, domethënë për çfarë arsye hoqi kangurin në makina kur unë gjithmonë e lija aty mbrapa. Një gabim që nuk kemi marrë kangurin dhe e dyta është jashtëzakonisht shumë erë. Neve erdhëm për të xhiruar edhe me dron gjithashtu, po ja që droni nuk ka shansin e la fare në makinë, Albani nuk e mori me vete. Zbritëm, ikëm deri, nuk e di, unë ika shumë pak metra, e pash që po frynte shumë erë dhe e kisha gocën kështu të po e mbaja në krah dhe e kisha vendosur të rinë te pjesat e gusha ime, që të merrte frym, po e kuptova që po jepte shumë bezdi kjo gjë dhe i thash Albanit, ik ti me çunin se unë nuk vi dot. Po të kisha kangurin, do ta kisha futur brenda në pellushin tim, edhe kjo do merrte ajër këtu te unë, siç e mbaj zakonisht domethënë, edhe nuk do t'i jepte bezdi ajri, era e madhe që fryn jashtë. Por okay, nejse. Ikën çunat, edhe unë po rri me lepërushkën në makinë, i thash Albanit bëj ti foto dhe video, e kamerak vet, ai do bëj foto dhe video atje plot. Doja të iknim të gjithë bashkë, ta shikoj edhe unë, të bënim edhe foto dhe video bashkë atje të katërt, nga udhëtimi jon i parë, po ç'a të bëjmë. Dhe më e bukur është që ngjitur në makinën tjetër parkuar është një gocë dhe ajo ka 2 fëmijë, një bebe ka në krah, njësoj si unë, ka edhe një tjetër që po e mban dhe mungon shoferi, ose mbase nget vete, apo logjikisht burri ose ndonjë fëmijë tjetër ka nikur poshtë, domethënë njësoj si neve. Sepse realisht nuk është koha e përshtatshme për këtu. Të gjithë këto vitet që Albani sa herë janë pashkët, ka pasur 4 ditë ose më shumë pushime, ka qenë një vape të meshme, ka bërë 30 gradë, kemi ndenjur me rripa, jemi kënaqur, dhe me qenë se ishte kohë ka qenë mirë, ne gjithmonë rrinim në shtëpi, thonim, pse? Këtë herë që ne rezervuam me idenë që është kohë e mirë, hajde ta shfrytëzojmë, mos të rrim të bëjmë diçka, këtë vit s'ishte për të bërë diçka, ishte për të ndenjur në shtëpi, sepse është komplet vrenjtur edhe shumë erë. Të paktën s'ka shi, po hajtë. Nuk është ndonjë shumë ftohtë i madh, thjesht të bezdis era të vjen në përturi, edhe në këtë rast përdezi nuk ishte okay. Ndërsa Logani s'ka probleme, vesha me xhup, me kapuç edhe iku. Shikojmë tani çfarë fotosh dhe videos do na kemë parë. Shikoni kush erdhi. Tregoj pak mamit ku shkove me dadin? Ku vajte me dadin? Ik me dadin me nono. Ku ikët juve? Ik atë të dej. A te deti ande ishte bukur? E çave kokën dadit? Po, po pse? Nuk ishe gutboj? Po qa pe atje ti? Qa kishte atje poshtë ku vajte ti? Qa kishte atje poshtë? Look at so tired. Jam shumë i lodhur, da më lodhe, më lërat. Ore, kështu i thua mami ti? Më solli i çun një surprizë. Mi dërgosh pak mesazh gjitha. Unë pas kam një livateri dhe do tiket. Jemi ullur për të pirë një kafë, që po na shpërthen të koka, nuk po durona dot. Zokët e kam të në karot koflet, Loganin e kam përball edhe dadin këtu. Këta dy djemt erdhën që andej nga vajtën në ekskursion. Dhe thanë që ishte okay, nuk është se ishte në një gjë wow, dhe më thënë erë tha Albani s'ka si Greqia. Këta e di thash tërën, vazhdo të fjallia e di. S'ka si Greqia themi në çdo vend ku shkojnë. Po është tjetër gjë Greqia, klima, atmosfera, çdo gjë. Dhe tjetër gjë këtu, do më thënë Greqinë ka bekuar Zoti me klimën sidomos.
Ndërsa këtu nuk është ajo klim. Edhe normalisht atmosfera dhe ndjesia që t'jep një vend me diell, nuk ta jep një vend pa diell dhe i vrejtur dhe me erë si kjo. Po gjithsesi pas sa foto që kishim bërë në foto duket fantastike, duket shumë bukur. Dadi na ka bërë një 2 video për YouTube-in, do t'i kem vendosur, do t'i keni parë. Edhe kështu. Albani mendoj se mos do vinte ai me Loganin dhe pastaj do ikja unë, unë thash jo nuk i hajde ikim se po filloja të doja shumë një kafe, ma jepte koka nuk po duroja dot, kështu që erdhëm dhe çuam makinën te hoteli e dolëm një xhiro me këmbë. Do pim kafe, pastaj nuk e di, do ta usem shumë. Sa të mundem në bibeta me karroca, edhe po thoshin që Samir do ishte sikur pushimet e verës, t'ja linin çik prindërve fëmijët dhe të bënin pushimet vetëm me të. Ato po do të quheshin pushime, jo të tjerë. Pin baby Cino adesso. Adesso con la mamma da nonno. Tadi mos ta hangë vetë. S'mbajnë djetë këta jo, lërë që përnë këtë. Piva, po pi nono tha baby Cino, edhe këtë çokoladën tha e hangër mami, dada nono e ndam të 3. O qonë, falë për vete, që kemë neve? Eshte mirë? Pushimet e para me Daisy Lodin. Që ka emri motra? Po, e kemi shumë gjani me të sësë vokër. A bëj flok me tena su. Jo besi flok të tenës, kot pa kreu. Paci! Po mirë, shiko. Shikoni që ka veshur cupë e mamës sot. Ka veshur të gjën, që i ka marrë nga Shein. Ka dhe kapuç, po ja hoqa kapuçin, me qenë se kishte këtë të kësaj gjë sipër. Po. Ha, foli çupave. Kam fjetur thoj gjithë ditën. Heme. O drit. I bërse lule bukur. O no. Hello, do you keep karasi simple? Do you keep it daddy? So my hope daddy, so there's this dollar. Daddy's karasi. Po thot që do iki me dadin të swimming pool, të pishinat, edhe dadi do ta mbaj hopa atje, se është shumë dangerous, shumë e rrezikshme të rri vetë çuni në pishina, do rri me dadin. Dhe tani po lufton të heqi tuta të veshje ato të plazhit. Po time, qoku vogël, o qoku vogël, o cemle mamës ti, o shpirt. Do i flasësh edhe ti çupave? Dhe marrësh motrën ti te swimming pool? Jo, so Daisy, na. Shumë e rrezikshme për Daisy gjynë, na. Ska Daisy tala, ska baby water blanket. S'ka brek kjo për plazh. Ska Daisy. Jo, se ka bërë, kam ndruar, pa merak. Ska Daisy, të slipuze ka, so të ska. Ti Logan do mbytur fare për zotin. Nuk ka brek plazhi kjo motra jon. Edhe është e vogël edhe na bën kakën atje te pishinat, që është shumë disgusting tha po e bëri kjo atje. Shumë e neveritshme tha. Shikoni ju çfarë është ky fëmia im? Të kecën moje.
Slippers. I got this and slippers so funny. Se qa thot. Po ka vapa ti hiqa të bluzën. Let me see. Dale i katit. Po qa quni. Tregoj çupave qa ke veshur. Me makina fast, Me makina të shpejta. Tek. Qa ngjyre i kjo ato rroba ti ka të bukura? It's orange. It's orange. Beautiful. Bye. Bye. Party colors normal. Bye. Sa po erdhëm tek hoteli dhe çuna direkt dolën me vrap. Unë mërzita që erdhëm se tani doli dielli edhe tauna ndeshte plot me njerëz, plot miz. Domethënë dje nuk ishte pothuajse fare lëvizje, sot ishte plot. Dhe tani që erdhëm në hotel doli dielli, kështu që unë tani them të vishem prapë tiki të dal, se jemi shumë afër domethënë. Hoteli me qendrën aty, po ja dola ç'a do bëj. Do t'i marrë kësa një formul, nesër dyqanet tu që kanë mbyllur, kështu që nuk e di. Nga një ranë përtoj, nga ana tjetër them duhet të dal. Çunat besoj që një orë do rrin. Nuk e di të ta mendoj. Kjo zoga po rri vet. Po los me veten. Dhe kjo bateria është gati të fiket. Unë, si që thash, karikova baterit tërnatën edhe arrova për merje, i lash ati në karikim. Se më pëlqen më shumë të filmoj me këtë kamerën. Shumicën e filmimeve i kam bërë me DJI. I dëgjoni pulbardhat, nuk e di nëse si dëgjojnë apo jo, por ka jashtëzakonisht shumë pulbardha, shumë, s'kisha parë me njërë kaq shumë. Ata zoq që fluturojnë që të marrin ushqimin nga dora. E kështu, vajtëm hëngrëm neve, hëngrëm të një restorant italian, ca pizza o zot, sot mira që i kishin bërë fantastike. Se donte logan, pizza, ullëm hëngrëm pizza, më përpara ullëm pim një kafe, bërëm një xhiro erdhëm vërdall, siç thash kishte shumë njerëz, u futëm në një dy dyqane Tesco për të marrë formulë për këtë, por nuk gjetëm, kështu që duhet të shkojmë tek ndonjë dyqan tjetër. Dua t'i kemi në Boots të marr krem për duart se më kishte mbaruar. Edhe me qënë se do vemi në dyqan base kthehemi pastaj. Jump, go jump, 1, 2, 3. Jump. Mirë, mëngjesi nga dita tjetër. Kamerën e kam shtrëmbër, por e kam lënë tek bagazhi i makinës edhe po freneri shallas më hedh. Dje na hodhi era tripodin me gjithë kamerën e madhe, mu në rër. Po të paktën nuk ra nga ana e lencit që të prishesh, ra nga ana tjetër edhe të pastruar një çik mirë tani. Vesha një herë atë pellushin tjetër që kam marrë. Po pastaj mendova të vesh këtë meqense ky ka xhepa. Shpresoj të më shikoni se unë nuk shikoj asgjë që shikoni ju. Mbaj këtë kështu përsipër. Ky ka xhepa, ka edhe një litar që rrip që lidhet, që se di ku është. Në okidoki e gjeta. Na poshtë jam veshur kështu. Nice, më pëlqen kjo veshja. Thjesht duhet të vesh patjetër të gjën sipër se vërtet ka diell, por fryner dhe në një moment kur ikën dielli era është shumë e ftohtë. Ndryshon komplet. Kështu që t'jemi nice.
Jemi të sigurt, po mirë po e veshim këtë. Albani doli me një palë rroba, një çikës të holla dhe pa xhup. I thash 10 herë vish xhupin, jo më tha se ka diell. Okej, një dal këtu poshtë, tha e di çfarë, do i të ndrohe më mirë. Edhe vajti do ndroj komplet rrobat. Edhe do të vishë trash, edhe do vishë dhe xhupin. Sepse realisht është tot. Edhe Logan i vajti pas atij. Erdhi. Dërsa xhokën e kam këtu në karrocë, po flë. Flokëve u lava mbrëm, shpirta. Nuk e veshë xhupin? Ke këtu. Flokëve, desha t'i bëja ndonjë gjë, ka marrë pjastër me vete, nuk i bëra asgjë, thjesht u lava dje në darkë, edhe kaq, i lash. Mos lër, Logan zbrit lutem. Syzet. Telefonin syzet, prit një sekondë, mësëm prit. Kështu goca, ne do dalim qiro dhe do t'ju flas në Flokët do përfundoj përsëri duke i kapur sepse nuk të lë erë. Shimen leze. Dali të shkoj që ke veshur? Dëgjova, hajde këtu. Që ke veshur? Tërgoj që këqupave që ke veshur? është veshur me green. Hajde këtu, hajde hip në karrocë, të lutem. Come on. Ja dhe Dadi. Hajde Dadi. Kush ka shpikur karrocat o zot falemderit. I ta lidhur. Po qa do atyre çun, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde shpejto. Okay, bye. Ikën ice cream, e ky që xhaxhi i dyqanin. Ice cream vetë. Ashtu dhe, edhe mua Dadi. Edhe cokën e kemi këtu ti kici, do t'jetë mami plasmasi në qoftë se ka ftoht. Edhe rri për qef, këtu e kam veshur bukur me një veshje tjetër. Se dje e pat apo jo. Dhe ua kam thënë që Daisy ka shumë qef të flër me këtë arushin, me këtë veshjen si arush, edhe të fusit urin kështu si që ka tani, që ta ketë qikësit të mbështjell. Është gjëja e saj e preferuar. Ndonjëherë kur e kam shumë të vështirë ta vë në gjumë në shtëpi, i vesh këtë e lë fle 3-4 orë gjumë me këtë veshje. Ose edhe me një tjetër që është afërsisht si kjo, po në qoftë se e lë në shtëpi të flër pak më holl, pa ja mbështjell fytyrën ashtu siç ka qef ajo, nuk flë. Flë gjysmore dhe zgjohet me ulërima. Kështu që e kemi gjetur dhe kësaj. Nejse, tani po ikim, flokët i hëngra. Edhe si që thash, do flasim në vonë. Pas ka dhe njerëz të tjerë që po dalin qiro. Hello. Shqyr që se kape këtë sekondi. Ne pim kafen, edhe dolem një xhiro vërdall, do me thënë po dalim tani. Të dy bebushat po flen gjumë në karrocë për qejf. Edhe tham të ecim, kemi kaluar nga ana tjetër e qytetës, do me thënë është një urë
një urë. Ka shumë urë këtu, po kaluam një urë, dolëm nga ana Matan. E di që më jep iden si Berati që është i ndarë në ato dy lagjet edhe i lidh ajo ura në mes e kalon ti nga njëra anë tjetrën. Edhe neve ishim ande Matan. Brodhëm sa brodhëm Xhiro, tani erdhëm nga ana tjetër, edhe jemi thjesht duke ecur. E po shikonim to varka që kemi këtej. Ka shumë njerëz që po peshkojnë, por ajo që na ra në sy është që po peshkojnë gafore. Ka shumë gafore me sa duket, se pesh nuk pam gjikundi, po gafore pam gjithë ato. Edhe kështu, për momentin ka dal dielli, era vazhdon të fry, po të paktën s'kemi shi. Kemi në plan të shkojmë diku tjetër pak më vonë, por duhet shkojmë me makinë sepse është larg. Edhe kështu, do ulemi pastaj për të ngrënë, sepse nesër do ikim. Nuk e di nëse ua thash apo jo, po ne kur rezervojmë të pushimet ishim gati, do rezervonim për në Francë. Domethënë tham të provojmë edhe një herë Parisin, meqense kur ikëm ne atëherë ishte shumë ftohtë edhe nuk është se e shijuam shumë. Edhe mendova meqense është ngrohtë tani pranverë, kisha qejf të shkoj edhe një herë në Paris. Po pastaj na u ndurrua mendja në momentin e fundit edhe rezervuam këtej. Tham, s'kemi parë Anglinë akoma, lere një herë Parisin. Dhe kështu. Po si vend është i lezetshëm, më pëlqen, më jep atë ndjesinë që kanë vajtur diku turiste edhe pse jam në Angli. Ky, domethënë, ndjesia era e detit shumë e lezetshme, më pëlqen. Kishim nevojë për një shkëputje, me thënë të drejtën. Mbaruam këtej Xhiro neve, sa bukur u dukur ka edhe këtej, shiko, shumë bukur. Dhe erdhëm këtu në fund, dhe Albani thot që atje është dërdor, ai vendi ku vajten këta çunat dje, që unë prita në makinë, ai shkëmbi lezetshëm. Domethënë që këtu, unë e kuptoj që ju nuk shikoni asgjë, po thjesht ideja për t'ua treguar kështu. Neve kaluam andej komplet me makinë, ishte një 30 minuta, 35 minuta larg nga hoteli. Mund të shikoj pak xhamat e makinave që shkëlqejnë edhe rrugën që kanë zbritur këta poshtë, por nuk jam e sigurt nëse e shikoj shkëmbin. Mbas edhe e shikoj, domethënë ti thua që nuk është i bardhi, është ai pas të bardhit. Po është i bardhi, na pas. Bardhin është një si xhep kështu? Po, aty është. Atje në cep. Po. Por në kamera nuk duket. Vetëm syri, eagle eye. Jella. Ti e bërë me në këto puplat e bluzës. Po edhe këtej duket shumë gjë e bukur, shumë e lezetshme. Shumë qytet i bukur, më pëlqen ka. Shpresoj shumë të më shikoni, sepse jam goxha larg. Erdhëm tek hoteli. Unë me bebuskën jemi këtu. Të hengsha të gjithën. Ndërsa çunat ikën te pishina. Dje ika dhe unë te pishina, se dini nëse ju thash, ç'a ju thash, po dje ika te pishina, pastaj erdhëm të gjithë sipër. Brodhëm, dolëm përsëri, domethënë dolëm brodhëm Xhiro, erdhëm vonë në darkë në hotel. Nuk e mbaj mend ç'a kam xhiruar. Ndërsa tani pim kafe, bërëm atë xhiron e gjatë që ju fola, pastaj shkuam
dhe hëngram një drek, ulëm tek një restorant turk, po shumë mirë gatuanin, më pëlqen shumë. Albani mori një pjatë mishi me, domethënë mix grill, ndërsa unë mora midhje edhe sardele, shumë të mira. Shumë të mira, më pëlqen në shmase. Unë po mbledh pak këto gjëra, po mendoj çfarë do vesh. Do vesh këto që kam këtu, më duhen dhe getat. Çuna do rrin një orë poshtë tek piscina, sa aq kohë kemi, ndërsa pastaj do vinë, do bëjnë dush, do vishemi, do dalim përsëri, edhe pastaj në darkë do vim, do bëhemi gati për nesër, sepse nesër në mëngjes ikim, kaq ishin pushimet tona, 4 ditë pushim kishte Albani. Besoj që unë mblodha shumicën e gjërave, sa shumë. Nuk e di se çfarë bluze do veshë Albani. Ose këtë, ose të bardhën. Mbase këtë do vesh ai, meqense e kishte gjatë ditës, sot mbase e vesh përsëri. Kjo xoga piu mirë, edhe pori unë ndërkohë kam veshur kanatierën e Albanit. Bëra dush trupit tani që erdha unë, edhe nuk doja të visha përsëri të njëjtën bluzë, se mora vetëm një palë bizhame për vete. Mërës që nëse Albani kishte marrë disa kanatiere, thash okej, po vesh të ndën. Kaq, të tjera do t'i përdorim, kështu që nuk i thus dot. Pastaj do vesh këtë fundin për të dalë. Shumë i lezetshëm, më pëlqen. Dhe do ta vesh me këtë bluzën. Që i pa ta veshur edhe dje këto, do t'i vesh përsëri pak më vonë. Edhe rrugës për nesër, me shumë mundësi do iki me këto. Tani ne këtë vendin e kemi 3 orë larg nga shtëpia, aq thoshte GPS-i, por e kemi bërë për 5 orë kur kemi ardhur, sepse na kapi trafiku, e se ndalon në disa rrugë. Ne u veshëm përsëri, vesha këto rrobat që thash, çka kere çun. Këta vajte në pishinë, u kënaqën deri një orë, unë isha gati të më zinte një gjumë, po disa gjumi do kisha bërë, sistemova pak ato gjëra dhe i bëra gati siç thash për nesër. Daisy piu gjoks edhe e zuri gjumi, kështu që edhe unë isha duke ndenjur gati të dremisja, kur tak troket dera, mos tash erdhën edhe o çava vesha, sa bërë ndush tash shpejt u vesha edhe unë, edhe leporuska, ku ashtu? E ke marrë apo jo? Duket se që nga të mbrapa. Thashtë të kishim arruar. Edhe tani do ikim diku tjetër. Ka para Albani një vend të lezetshëm që mendon se mund të ndezim dronin. Dita shumë e bukur. Domethënë, kur e shikon nga makina, sidomos e shikon vetëm diellin dhe nuk e ndjen atë erën, pavarësisht se mos i bash një vrim tjetër si kjo. Por shpresojmë shumë që të kemi mundësi ta ndezim dronin. Se në të gjitha vendet që kemi bërë deri tani, kemi dashur shumë ta ngrem dronin, sepse kam thënë xhirimet me dron janë xhirimet më të bukura për mua. Shikon në një perspektiv tjetër gjërat se si mund t'i shikosh me sy, por ja që ka erë dhe nuk e dim, ta shohim. Besojmë. Ha? Sa çfarë ku ishe ti? Do të tregosh çfarë ku ishe? Yes or no? Sa pesë Po, na bën si turp shumë pale.
Shikoni ku erdhëm përsëri sot sepse dita ishte shumë e bukur edhe ndezëm dronin, bërëm video, shpresoj shumë të kenë dalë të bukura. Edhe këtë herë erdha dhe unë me Daisy, të dyja bashkë, të katërt bashkë, domethënë. Daisy e cila po qan tani. Shumë e bukur qen ka, edhe qen ka gjigande, shumë e madhe, edhe yll. Domethënë një shkëm po kaq e bukur. Erdha, e pash. Tani do ikim. Shikoni pak çfarë forme ka kjo pjesa këtu si zemër, shumë e bukur. Rruga për të ardhur e për të ikur është kështu komplet çakull, edhe ngjitesh aty si kanë makinat, dhe unë me Albanin të dy kemi veshur me Queen. Domethënë këto që janë të parat për të rrëshqitur. Ura loga, o perëndi e madh. Sa i rati vjem se qeshim ne. Hajde ka, it's okay. O bobo, it's okay, t'ka mami. Hajde, do të laj mami të makina, it's okay, jo birë. Unë po flisja për atletet që rëshasin këj boti. Hajde. Kështu do me thënë. Mund të meret karroc, po belamo vete me karroc. Ta shtysh në për qakull. Po ngjitemi tani, edhe të shikojmë nga do bredhim. Kush ka filluar të bëj vlog që tani më duket? Po bën mohabet çupave time? Tregoj çupave ku ishe. Nga brove tërë ditën. Ha, ke shtëpi ti as ke shtëpi? Ha? Nono është atje. Të dy i zëri gjumi në makinë. Si kanë njësa bukërës vesur sot, moj të Po, në shëqiro, për e foto, pive qumër, u kënaqe. Ha? U kënaqe me? O, po ti u kënaqe? Sorry, nuk do. Loga nuk do, okej, sorry. Vetëm Daisy do. Të pes vlog me mamin time të flasim çupave. Të pes? Po ju flet. Ha. Thoj që janë veshur kaq bukur sot, thoj me lepurush. Ha?
me të thoj. Të pësh flok me mamin time. Ha? Për ju flet qupave. Haj qupa. Haj qupa. Pa qim tani se do pi prap milk, thoj. Okej?